përshëndrim shumë të fortë, kemi një përshëndrim shumë të fortë. Në fakt kemi patur një seancë me ju virtualisht nga Gjermania vitin e kaluar. Dua t'ju pyes. Thuaj se e gjithë energjia juaj vjen nga burimet ripërtëritshme dhe jeni me fat të keni burimin natyror të energjisë hidrike. Si po ndërton Shqipëria në këtë bazë, sepse keni një partneritet strategjik me Emiratet e Bashkuara, me Italinë për të eksportuar një pjesë të energjisë huaj të ripërtëritshme në Bashkimin Evropian dhe si ndikon kjo marrëdhëniet me BE-n në të ardhmen. Në një farë mënyrë jemi me fat, ju e thatë, sepse kemi burimet hidrike dhe jemi 100% me energji të ripërtëritshme, nuk kemi energji nga karburantet fosile. Pra këtu jemi tek niveli më i lartë i renditjes tek në këtë botë të re. Mos harroni sidoqoftë që hydro, pra burime ujore, do të thotë që ne varemi nga humori i Allahut. Kur Allah qesh shumë dhe nuk qanë, atëhere nuk kemi shi dhe kështu na duhet të t'i drejtohemi importit dhe më pas kjo bëhet e vështirë. Ajo çfarë kemi bërë në këtë dekadë të fundit është të investojmë shumë në energjinë diellore dhe atë të erës dhe të krijojmë një portofol burimesh të ekuilibruara në mënyrë të tillë që ne të mos kemi më nevojë të drejtohemi importit dhe të jemi plotësisht sovran, duke pasur 100% energji të gjelbër. Plani po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028 do të jemi plotësisht sovran, nuk do të blejmë më energji nga jashtë. Ndërkohë, siç e thatë, kemi një bashkëpunim strategjik dhe me qëra fjala dua të them se kjo ka ndodhur fal këtij vendi e fal udhëheqësit të madh tuaj që ka vizionin e njerëzimit që shkon përtej kufive. Dhe siç e pam edhe gjatë çmimeve Zayed, ai mendon t'i shërbej njerëzimit dhe të prek jetën e qindra miliona njerëzve jashtë vendit tuaj dhe kjo është diçka që as Kombet e Bashkuara në tërësi nuk mund pretendojnë se e kanë bërë. E kemi nisur këtë gjë dhe ambicia fal edhe mentorit ton, që është personi i cili dje dha një nga fjalimet më të mira që kam dëgjuar, Doktor Sultan Xhabër, nuk e di nëse keni dëgjuar, po, nuk jam i sigurt. Si grek, duhet ta njohësh më mirë. Nuk e di sa më shumë mund ta njohësh, sepse prireni ti në vlerësoni pak njerëzit, mendoni se keni monopolin e filozofisë. Dhe jeni trashëgimtar të Platonit e të Aristotelit, po nuk jeni. Me shumë sinqeritet, për ta përmbyllur sepse nuk dua t'i ha kohën t'i vendi të madh Mali të Zi. Mali Zi është vendi më i madh në rajonin tonë dhe ka 50 milion qytetarë, jemi vend i vogël. Shqipëria është pak më e madhe, megjithatë Mali Zi është më i madh. Në rregull, ndjes po do ta lëm si ëmbëlsira për në fund. Për ta mbyllur këtë, ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Doktor Sultani, zoti e Bekov, po synon që të mbrim në 3 giga dhe përmes kablit ndërlidhës me Italinë ti shërbejmë Europës me energji të gjelbër dhe sigurisht së bashku me miqtë tanë arab të bëjmë para.
për t'ia shqitur pra Europës. Është e jashtëzakonshme që si një projekt 1 miliardësh të ndodhë, është më shumë se 1 miliard, është 1 miliard me të treja projektet. Jo, edhe një herë numrove si grek. Kur flisni për parat tuaja, i shtoni 3-0. Kur flisni për parat e të tjerëve, i hiqni 3-0. Këtë bëni. Ja pse BE-ja ju do kaq shumë. Cila është shifra e saktë, zoti Rama? Shifra e saktë nuk kam ndërmend t'ua them, sepse nuk e kam marrë akoma lejen nga doktori Sultani, sepse nuk do që t'i trëm italianët, duke qenë se ata gjithmonë kanë probleme me buxhetin e tyre. Le t'i kthehemi Malit të Zi, po faleminderit për këtë prezantim shkëlqyer. Në fakt, ky rend transballkanik është shumë i madh dhe krijon një pozicion mjaft fuqishme dhe do t'i kthehem kryeministër kësaj ideje të strategjisë së BE-s dhe çfarë ndikimi kanë marrëdhëniet me BE-n përgjithësi, po Mali i Zi është në rrugë për të bërë antar 28. Çfarë mendoni për këtë projekt të madh infrastrukturor vetë dhe menaxhimin e këtij projekti në Malin e Zi për të rritur në shkallë planet që keni? Kjo është një arritje e konsiderueshme për një vend me përmasat tona. Ne i falenderojmë që një tan të dashur kryeministri Rama që në fakt e rrit gjithmonë numrin e banorëve dhe rëndësinë tonë, por ne do të kemi ndërtimin e ndërlidhshmërisë dhe kapacitetet e prodhimit të energjisë për 50 milion qytetar. Po, sepse në letra janë 500.000, po i numërojmë si punë e grekëve me ca zero të shtuara. Pikërisht kështu. Ne jemi shumë me fat që kemi kaluar fazën e ndërtimit të një ndërlidhje mjaft të mirë me të gjitha vendet rreth nesh. Kemi 11 ndërlidhës që i kemi ndërtuar dhe përmes kësaj përvoje mjaft të shtrirë, që nuk është vetëm një përvojë që përfshin aspektin politik, por edhe menaxhimin e projektit, e po kështu që është shumë taktike i thellë, ja kemi dalë që të ndërtojmë burime njerëzore që shkojnë përtej madhësisë sonë dhe kompanitë tona janë teknikisht shumë të afta dhe mjaft operative për të përmbushur të gjitha ato detyra që na presin. Korridori transballkanik është një tjetër ndërlidhës, është i 12-ti ndërlidhës dhe është më i madhi, po. Ne do ta përmbyllim në tremujorin e parë të këtij viti nga ana jonë dhe jemi besim plot që partnerët tanë në Serbi do të vazhdojnë ta bëjnë edhe 2 vitet në vijim. Çështja është që ne jemi gati të jemi një hub, një bazë elektriciteti dhe së bashku me Shqipërinë të prodhojmë energji që përtëritshme dhe t'ia shesim Italisë dhe Evropës perëndimore. Jo vetëm të eksportojmë energjinë, por edhe ta përdorim së brendshmi. Për shkak të konkurrueshmërisë në çmime, Mali i Zi ka çmime më të ulët ose mes më të ultave në Europë për shkak të kombinimit tonë energjetik, për shkak të ndërlidhjes tonë energjetike dhe gjitha gjërave që kemi bërë në të shkuarën, jemi shumë konkurrues.